Mirëmbrëma miq, në kuadër të VV Show me kandidat dhe përkatësisht kryetar komunash, sonte kemi Ardian Gjinin, kryetar për 2 mandate, në garë për mandatin e tretë. Pak pëmdhimet se s'po ka me kënë me ushty në këto debatet para elektorale, veçanërisht në debatet televizive. Mirë se erdhe, Ardian. Faleminderit shumë, mirë se u gjeta. Po drejtohem Ardian për shumë arsye. Tamam puna. Për shkak të emrit, Ardian, për njohjen e gjatë që e kemi, ju si politikan, unë si gazetar, me Visarin si koleg. Apo të mungon mimoza kusari në këtë garë? Unë ma kanë zonë qëto. Jo, që po mungon mimoza, e kom thonë diku, nashta edhe kun gabim, nuk e di. Debatet me mimozin e kun ma të gjalla, e vërtet është. Mimoza është debatuse. Për mu kun ma interesant, për qytetarët nuk e di, po për mu kun ma interesant. Kjo i bie që profesori nderuar Ardiani tjetër Gola nuk është atraktiv me diskutu? Duhet me qenë korrekt edhe me to. Këtë në regull është Ardiani, amo e kanë kuptu garën për kryetar komune si kur një loj finale në cilin mund është me i bo një 2 golla pa hiri dhe me fitu. Unë e kuptoj garën si një ATP list, kur dikush fiton poena krejt kohën edhe hum poena krejt kohën. Unë që 4 vjetë jëmë të fitu poena, nashta na unë edhe kom hu poena. Edhe nuk është një garë në cilin mundet me i gjbo krejt për 30 ditë. Aq ma tepër që në veç 30 ditë, se nuk jënë bo gati, drejtën me ju të regu, unë e shoh që nuk jënë bo gati, edhe një farforme ti e sheh që qysh me thonë ma mirë dhe ma butë, për du me thonë. Nuk e nje Gjakovën, jo se s'është i Gjakovës, është i Gjakovës, po nuk e nje se nuk o marrë me to. E unë ju kisha bo apel gjithë qytetarëve të Kosovës. Me po historinë publike gjithë kandidatëve në Kosovë. Qa do me thonë historia publike? Me po për shembull për 4 vjetë, a ka folë diçka për vendin ku o ka gërën? A e ka thonë një fjali? A ka shkru një status në Facebook se ta shkret publike i kemi nëzirë? A ka dollë në herë në parlament me lyp diçka? A o marrë me qatë temë për 4 vjetë? Apo të marrë veç 30 ditë fushatës? Nëse o të marrë veç 30 ditë fushatës o vonë, sidomos me kryetarë që kanë punu, ka shumë kryetarë në Kosovë, nuk veç unë, ka shumë tjerë që janë zotë, janë marrë me komunën e vetë. Edhe në fund me bo një parafrazim të tjerën pak tikuj, nuk është normale mi dasht vendlinjen vetëm kur ka zgjedhje, nuk dush mi dasht kitë kohën. E zëvatave, jo e keni pas një kohë, një periudhë shkëputje për Gjakove? Keni qenë në nivel qendror, keni qenë deputet, keni qenë ministër. Cile dallim? Që unë kom jetu gjithmonë në Gjakov, pavarësisht prej punës që e kom bo, 17 vjetë kom punu në Prishtinë, ama kom jetu në Gjakov. Ke udhëtu çdo ditë? Për çdo ditë kom udhëtu. Tjetra është që unë në fund vitit 2014 jom përcaktu për me garu për kryetar të Gjakovës, edhe për pothuajse 3 vjetë. Për çdo ditë kom dalë në zyre time në Gjakovë, për çdo ditë, edhe vikendeve, e kom ecë kom amo bashkë çdo rrugë të Gjakovës. Kom ndërtu ide se çka duhet me bo me kolegët e mi. Do të 3 vjetë për para kom nisë mu pregatit për me hynë garë me mimozën në fund vitit 2017. Po thoni që për çdo ditë. Keni ecë kam për 3 vjetë? Absolutisht. Para se me hynë garë në 2014. Nuk kam nevojë me thonë të gjithë e dijnë. Nuk ka. Gjithë e dijnë. Qa ke pa gjatë asaj kohë, gjatë ecjes në kam të Gjakovës, kuraj Gjakova po qeverisej nga zonja Mimoza Kusari Lila? Unë e kom pa shembull ta marrim që fshati është krejt në Lloç. Kudo që kom shku, përpos rrugëve kryesore që kanë çu deri në fshat, edhe ato jo krejt, ka qenë në Lloç. Që shkollat janë tepër keq. E kom pa që janë tepër keq. S'ka pas një sanitare pothuajse ngrohje jo që jo krejt me stufa. E kom pa që njerëzit janë largu prej disa zonave që sot janë më atraktive. Të shembull, ta marrim 2 lumej që kalojnë në për zonën urbane të Gjakovës, kanë qenë kanale fekale, tipik. Krejt kanalizimit janë shkarkuq aty.
E kom pa që komuna e 3 ose e 4 ma madhe janë Gjakov, i ka të hyrat e veta në vendin 17 ose 18. Sa është tash me tyra? Tash jemi tretit mas Prishtinës dhe Prizrenit. Po, para pejesin e. Para pejes, para Ferizajt, para Gjilonit, po pa tjetër, gëgja. Tash, edhe gradualisht e ndërton idenë se çka duhet me bo aty. Tash, në pjesën, në aspektin pak psikologjik të njerëzve, nuk mundesh me premtu gjithçka edhe me provu me i bind diqysh, e me ta dhonë votën e mos me bo kur gjo. Ja jep fillimisht një nxitje. Dhe kur e kem nis krenën 600 metrat e 300 metrat e pora, kanë qenë më tepër nxitje me tregu që bëhet diçka. Do të thonë që nëse rrimën kurs bëhet diçka. Është ideja dhe me ia dhon një shpresë dikujt. Jo vetëm me punuar njerëzit me met në aspektin psikologjik me met njëjtë. Gjatë asaj kohe e kom pa për shembull që njerëzit janë mësu edhe nuk janë tu e pa. Shembull ta marrim qysh është qendra. Janë këtë gurë të asfaltit të thynë që trotuaret janë mësu me sa se janë mësu edhe kërkesat kanë qenë të vogla. Shumë kërkesa të vogla ka pas. Gjakovart kërkesa të vogla. Pasha njerën po se nuk kanë besu që bohen. Nuk kanë besu që bohen. Tash, por mos me i kritiku paraardhësit e mi shumë. Ata ja kanë huq të... Përfshirë paraardhësin... Edhe Mimozën, edhe Palin, edhe Aqifin, edhe tjertë. Nuk kanë mujt me bo ma shumë me 3 milion euro investime kapitale. Qa që kanë pas. Nuk kanë mujt me bo ma shumë. Po ata nuk e kanë zbërthy problemin, që për me investu ma shumë, dush me fitu ma shumë, në thojza me fitu, dush me rrit buxhetin, dush me rrit të hyrat, se nuk mund është ndryshe me investu ma shumë. Se tash nuk mund me akuzu pse në konë 27 shkolla me stufa, kur veç 3 milioni ka pas investime kapitale. Edhe ato nuk realizohen plotësisht. Kur kom rriu në 2017, ditë të fundit të vitit, më kujtohet i kem bo diku 700-800 euro pagesa, shpejt, për mi rrit realizueshmërinë pagesat, punëve që ishin kry. Në më thonë, edhe na ka dalë realizueshmëria 2.8 milion. 2.8 milion janë shpenzu për investime kapitale në 2017. Prej 3 milionve. Prej 3 milionve, tashi. Pagesat fundi kem bona, shpejt, kolegët e mi edhe unë. Vitin e kalum na kemi përmbyll me 17.5 milion euro investime. Në më thonë, jemi të folë për 6 vjetë, gati 6-3-18, 6 fish. Po thuj se 6 fish. Tash kemi mundësi me investu ma shumë. Po ç'ky ka qenë zbërthimi i parë, nëse nuk ki buxhet, ç'ka bën për me pas buxhet? I gjen mënyrat që shë rrit buxhetin. Edhe që janë gjetë mënyrat, mu rrit buxhetin, edhe rrit pak krahasueshëm. Me investime kapitale jemi të tretit në Kosovë, Prishtina dhe Prizren janë another beast, janë qytete më të mëdha. Mirë po tjerat janë ma poshtë, edhe shumë ma poshtë me investime kapitale. Jo pak. Për shkak se edhe raportin mes investimeve kapitale dhe shpenzimeve tjera kemi ndru, Gjakova i ka 32.5% investime kapitale të buxhetit total, se ka asnjë komunë. Nuk e kanë, asnjëna nuk e kanë. Plus tyrat janë 7.4 milion. Para se me marrë fjalën visare edhe në detaj më intereson. Sa është vështirë me i qeverisë Gjakovart? Sepse Gjakovart janë në komunitet pak më ndryshe se sa pjesa tjetër. Shehelit janë për ata që flitet gjithandej. Gjakova ka dalë shumë e shkatruar nga lufta, njerëzit kanë qenë shumë të papunë, u pat kriju edhe një lloj miti se kafishat e Prishtinës janë të mbushur me kamarierë nga Gjakova. Më interesojnë çto dy dimensione. E para, sa është vështirë me qeverisë Gjakovart, të pas parasysh edhe ndasinë e madhe që e kanë me katunarë, dhe jo jeni sheheli, sa e di une. Dhe e dyta, ekonomia, qysh është tash, a ka ma Gjakova kamarierë për Prishtinë, apo tash Gjakova nuk ka punëtor të mjaftueshëm për vetë bizneset e Gjakovës janë aty. Okej, është e vërtet që ka qenë zërë për një kohë gjatë për gjitha rrethonat që i përmene. Na përmendim luftën, shkatrimin e luftës, por nuk duhet më harru që një shkatrim serioz i ka ndodhur Gjakovës para luftës, prej 90-s. Në Gjakovë janë çmontu fabrikat që ta dini. Ereniku është çmontu edhe pajisjet janë shkuar në Pozharevc. O mbyll, më thonë. Gjatë viteve 90. Gjatë viteve 90 janë shkuar vneshtat, ka ra ekonomia komplet.
Atëherë lufta ja ka dhënë edhe një goditje tepër të madhe. Do të thonë që e din këtë Kosova çfarë goditje ka marrë dhe nuk ka qenë lehtë. Amo po ju tregoj, është e vërtetë që shumë kush ka punu kamarier në Prishtinë, po nuk duhet me harru që nëse i shihni bankat, nëse i shihni ambasadat, nëse i shihni organizata ndërkombëtare, nuk mundi me hi diku pa i gjetë Gjakovort. Do të thonë është e pamundshme, nëse i shihni mediat, është e pamundshme. Po kjo është pak se edhe jo Gjakovort e ngrehni njëri tjetrin, kështu që thonë. Ton për ngrehni njëri tjetrin. Me tërhiq do të Ton për ngrehni njëri tjetrin, mirë po janë gjithkund. Nënën tjetër, a është zër, që po të tregoj, gjithçka barazohet në këtë jetë. Zër është për disa aspekte tjera, e ma lehtë është për disa aspekte tjera. Edhe po ju tregoj kështu. Ma zër është se janë ma cikrimtar jo në pare, drejtën po ju tregoj se është mit kjo punë, po unë kur punoj në rrugë, dalin në makqyrin rrugën, qysh po bëhet. Për merë po, do del një burri vjetër ose një grua vjetër, edhe i qysh po i vnojnë kubzat. Po qysh po i vnojnë kubzat. Mirë po është ma lehtë se padashmi të pru, nuk është Gjakova, Zvicër e pjesa tjetër e Kosovës, kush e diçka, barazohem diku tënë. Amo një farë disipline ekziston e kësaj natyre. Nuk kem nevojë me shku mjë lyp tatimin e paguin. Në kohë caktume e paguin ujin, e paguin rrymen, e paguin... është e pabesueshme. Më thonë që prim në Kosovë me këtë farë disipline. Për mbarus pas kanë punë atje. Kanë shumë, po jo për këto tema. Për këto e kam bërë. Ose për shembull që po ju tregoj, nëse dikush ecën nëpër fshatrat komunës Gjakovës, për ndër nuk dallojnë shumë prej fshatrave tjetër ka se keni me i pa poster, vetemajnë, më thonë rrugën. E di që kemi problem me disa deponi ilegale, atë ndodhin. Amo nëse ecë rrugëve, qaq pak keni me pa kanaqe ose qese, në për rrugë që është e pabesueshme. Më thonë, është ndërtu një farë sensi i komunitetit që e mojnë, për ndër e mojnë. Në qytet vjetër rrallë shkojnë me pastru, se jënë mësu me gjenerata që kur dalin se cili para dugojnë vetë me pastru. E mojnë vetë, së është kulturë urbane e tyre, antropologjikisht me folë. Tash, te ekonomia, ka ndodhë revolucion që ta dim, edhe mundët me ndodhë që unë kom qenë edhe me fatë. Amo kom pas një profesor në Angli dhe sa ma shumë që po ushtroj, ma shumë fatë për kom. Përzi paket. Fillimisht ka qenë një investim i madh i DCO, si Devoli Corporation, cila gradualisht ka pasë ndikim edhe te lëmi tjera të bizneseve. E tash është diversifiku shumë biznesin Gjakovë, ka kompani tepër serioze. Nivel Kosovës garojnë për në kompanit ma serioze. Edhe të huja. Po edhe të huja. Kjo ka ndodhë, muj me thonë, në aspektin historik në mënyrë tepër të shpejt. Tepër të shpejt. Jemi të volë për 4-5 vite me pas transformim total të mënyrës biznesit. Tash që kom bo unë, bizneset i kanë kry punë të veta, ta kanë bo investim, nuk kom bo unë investim. Amo du një detaj një përmend. Amo ndikimi është i madh. Du me përmend një detaj të vogël që mundet një ndimu tjerve, se nuk po du veç me lavdu vetën edhe Gjakovën. Në vitin 2018, në mars e kom kriju një trup jo formale që kom qujtë Këshilli Publiko-Privat. Edhe për çdo 3 muaj i kom ftu gjitha ndërmarrjet private, ndërmarrjet publike, drejtorët komunal, edhe kem diskutu çaj me të bo, cilat janë investimet e komunës, ka kemi që rrugët, çka mujnë me bo ma tepër për biznes, edhe u konë një farë B2B komunikimi, biznes me biznes. Unë nuk e kom plan tash në fushat me i përmena emrat e biznese, amo kanë dollë kontrata 10 milion, 20 deri në 60 milion euro bashkëpunim mes bizneseve mrena. Të me thonë vetë i kanë. Ata i kanë kry vetë, po deri që atë ditë që në taku, me pyet një tjetrin shembull, a prodhon ti gozhda, po t'i blej gozhda, tu nuk o konë gozhda puna, ma madhe. Marëm si shemë. Edhe janë gjeneru marrëveshje biznesore në mes tyne, veç që kanë nisë me najtë me zeti. Atëherë klubi publiko-privat ka vazhdu Këshilli, kemi përfundu me klubin e biznesit që e ka inkubu komuna edhe ju ka dorëzu bizneseve, ato tash e menaxhojnë. Edhe që është tepër interesant, është që një moment caktum, disa zyrtarë të USAID-it, tash është i mbyllur veç, kanë ardhur dhe kanë thonë, a mujmë me përdorë për mi pilotu tjetër kundë konceptin e Këshillit Publiko-Privat. Edhe e kanë nisë. Unë ndërprej tash po e kanë nisë. Kanë dalë shumë iniciativa tjera. Unë e kom thonë disarë, nëse unë kom më vetë mas shumë viteve, që ka ndodhë, kom një thonë që më e rëndësishmja që ka ndodhë, ka qenë rikthimi i vetbesimit të njerëzve që mujnë me bo. Rikthimi i vetbesimit ka qenë
nashta e arritura kryesore, po janë projektet, rrugët, lumejt, shkollat, krejt janë. Amo nuk kishim mrina në këtë buxhet që e kemi, në këto investime që i kemi, mos me pas vetë besim të njerëzve. Me nis me investu, çfarë do thot me investu? Nashta edhe mirë renovu shtëpinë vet. Që e ka pas dëmtume, deri te objektet e mëdha industriale, objektet e mëdha të banimit, kanë qenë pa imagjinueshme. Nuk kanë besu që mrim në këtë shkollë, edhe për këto jam i lumtur, edhe çka shohun krejt për mi përfundu këtë pjesë. E kom thonë 100 herë, për thonë prapë dhe nuk jam të thonë kur gjë të re. E du Kosovën, unë jam Kosovë-centrik, e du që të vam, e du shumë. Mu më është besu një copë Kosovë. Unë kom garu për një copë Kosovë që është Gjakova. Që është një copë Kosovë tepër e rëndësishme. Mu në demokraci, qytetari ma ka dhonë qatë besim. Unë jam të ndreq një copë Kosovë, e ajo copë Kosovë dhe ma tepër është vendinja jame. Prej s'largu kështu e shoh, qatë copë që ma kini besu, që ato e bëj mas miri që muj, nuk kursej kur gjo. Edhe kom me vazhdu dhe për 4 vjetë, po besoj që kushdo që vjen sot në Gjakovë, ata që nuk kanë ardhur 1 vjet, 2 ose 3 kanë me pa dallimin më njerë. Është i dukshëm. Mësa? Po, tash me Ardianin animi moti, edhe është një prej kështu, do të thosha politikanëve të cilët mos gabofsha nashta edhe je edhe i vetmi, që deri që tash i ke provu të gjitha pozitat për ashtim prezidentit. As kryeministri. As kryeministri, po ministri që tjera po. Atë pse më ndodh kjo e rëndësishme, sepse unë kom paqen politike, veçanërisht në ekzekutiv, dija është domosdoshme për përvoja. Kur mungon përvoja, domethënë mënyra që shi shtron problemet, mënyra që tenton mi zgjidh problemet, tenton mi zgjidh problemet, shpesh herë po humb edhe për shtrembrohet. Në që drejtim këto që i folki Ardiani, domethënë për mua janë ato karakteristika që shkëndesh me pas një kryetari i komunës, cilin do të vënë çka. Kryetari i komunës, për dallim nashta shumë pozitave tjera në nivel qendror, nuk ka hapësirë me e mbulu mos punën e vet me fjalë të mira. Se aty është je përdit me qytetarët edhe përdit që ato kërkesat e qytetarëve i ki, përdit që ato punët e kryera ose të mos kryera i ki parasyve dhe s'ki ka mik, me thonë. Kështu që këtë drejtim, po, dhe me thonë na kemi po, nashta nuk e të prej me thonë që Gjakova për shembull është në bazë komuna e vetme ku krejt partit pajtohen që ka punu mirë kryetarë, që s'kanë që ka me thonë. Natyrisht tash kur dalin ata në fushat edhe në garë, kanë me thonë diçka. Mirë po nuk kanë çka, nuk mund mua anku për shembull për kryetarin dhe me dhon arsye pse duhet me ndru ata. Tash nuk çam intereson dhe po du pak me vazhdu që të bisedën që më duk shumë e rëndësishme është, me thonë, a pevren ose a mendon që është e vërtet kjo si formë teorisë që kur të rritet ose kur të fillon më rrit mirëqenia, që është përmendet në Gjakovë, domethënë. Po rritet edhe buxheti natyrisht. Krijohen më shumë mundësi si kryetar komune. Po absolutisht. Po rriten edhe kërkesat. Po absolutisht. Qytetarëve. Domethënë kjo mund të shndruhet në sfidë. Absolutisht. Sepse natyrisht që njerëzit kur për shembull kur nuk e ki rrugën ndrejtën veç me atë të rrugë ka, po kur janë ndresh rrugën, fillon tash me kërkuar tjetër ka. E tash a ka ardhur Gjakova ose a e sheti Gjakovën që ka ardhur në çat pikë që shkondesh me menduni strategji më afatgjatë, një projekt më afatgjatë të transformimit të qytetit. Absolutisht. Normalisht që nëse politikën e marrim seriozisht, është loja ma komplikume, loj pe i thonë, ma komplikume që ekziston. Dhe një prej sfidave është mendimi afatgjat, jo vetëm qysh e shoh unë Gjakovën afatgjat, se e kom idenë temë, po edhe qysh e fitoj besimin e njerëzve, tu punu afatgjat dhe qysh i balansoj kërkesat afatshkurta, imediate, me qëllime afatgjata. Është sfida më e madhe, nuk po them veç këtu e kam thonë edhe diku. Sfida më e madhe është nëse e grumbullojmë problemet tash. Unë dugna me mendu shembull ta marrim qysh e qesën hart Gjakovën, edhe qysh shihet mas 10, 15, 20 për ndër edhe mas 50 vjet edhe pse e di që nashta s'ka më konën këtë jetë. Edhe tash që tu vjen ai shpjegimi që është shumë i holl pse investojnë në stadium kur muj me investu edhe diku tjetër. Tashti, a dugna me zonë kohën unë? Qysh dugna me zonë kohën edhe qysh e spjegoj? Në planifikim edhe në narracion me njerëzit, kemi punu gradualisht. Më thonë,
Qa kem bon mandat por, qanë 2, qanë 3. Tash kemi mrite trajtimi ujnave të zeza. Dikush e vetë pse se ki bo ma herë. No, thjesht s'kom ujtë, s'kom pas pare, edhe kur kom shku, një kundër kandidati jam, e thot që shtojnë ujnat e zeza. Po kur kom shku në lagje tia, i rrugën e ka lypë. Me abo, se o kun në lëqë, më falin shpreje. Të nështë edhe kërkesa e njerëzve që shkorë, qka ka qenë imediate për ta? Tash, shemu ta morim. Kanalizimet tonë i kanë hekë për i shpijave, i lëshojnë diku, ose një prozg të vogël, ose një ljumë vogël, se në detyru me bo atë punë. Nuk kanë pas qka me bo tjetër. Mirë po, kur e kanë hekë kanalizimin me të vërtet rrugë, në konë shumë keq, po ju tregoj o konë brutalisht keq. I kem kry. Vjen koha e ndryqimit publik i cili punot këtë kohën, tash është pak ma intenziv, po gati është kry. Më thonë edhe në fshat edhe në qytet. Edhe kur kryet edhe kanalizim, uji është kry, që ka qenë tepër problem, besoj që asnjë komunë në Ballkan nuk e ka çështjen e ujit zgjidhur më mirë se Gjakova, nuk ekziston, s'besoj. Nuk po foli për Kroaci, ti e di të qartë, që është në BE, po për vendet tjera ju garantoj që s'ka 88 fshatra. Edhe qyteti, edhe fshatra kemi mas shumëti, Kosovë, me i post kyç në është goxha interesant. Tash me kalu të ky farbalans. Krejtën ujtë selsa? Gërçina është në prokurim, po e prokuron KRU Gjakova, nave që japim paret. Kur kryet Gërçina një pjesë e lagjes shehut praktikisht mundën me pas në i shpi që nuk o kyçën primar, që nuk mu imi ditun, amo ujësjelëci është në secilin fshat. Tash, stadiumi po 3 milioni kemë thonë. Po për mu është tepër me rëndësi për pos me i kry punët që duken të vogla, po jënë jetike për njerëzit, edhe mi të qitë Gjakovën në hartë, edhe ato shpejt. Qyshe qesë në hartë, një prej arsyve, mundë me pas edhe arsy tjera, po nëse punën publikisht, unë nuk me bo fabrika. Shteti nuk bën fabrika, fabrikat i bojnë ndërmarrje. Ama unë me ndërtu një tempull që për momentin është maj madhe në Kosovë, një ndërmat bukurit në Ballkan, që e qetë në hartë diqysh. Edhe që e rrit atë farë ndjenjen e krenaris, jo vetëm me thonë njëm krenar që jam shqiptar, se dush me dit me tregu dhe pse, ka njerë. Jo më konë arkaike, po me thonë për shamu që to e kom. Që ky balansim është problematik, edhe unë kom hy për me lyp mandatin e tret, për mi mshel unë kapitujt e mi që unë menoj qysh vënohet Gjakova në binar që nuk ka këthim mrapa mu. Duna mi regullu infrastrukturën, njerës me jetu normal. Duna mi kry ujnë, kanalizimet, lumejt, me dhonë diçka që s'ka dikush tjetër për me këthy ndjenjën e mirë. Jo vetëm unë jam krenar që jam Gjakovar, po duna me dit edhe me kalzu diçka, për çka. Edhe me vënu në binar afat gjatë, më thonë mos me pas këthim mrapa. Kur po flisni për, a mundem? Binar afat gjatë, se cili në garën e parë për kryetar thot një mandat është pak, 2 janë tamam. Për me i kry do punë dukshme. Jeni për mandatin e tretë. S'keni me ujtë për 2 mandate me i përfundu, apo piu pëlqen pozita e kryetarit, apo tash e keni fut në binar, që Gjakova mos me pas ma këthim mrapa. Dhe kur po thoni me fut në binar, që s'ka ma këthim mrapa, që ka met pa u kry në Gjakov, që me pas vullën e Ardian Gjinit si kryetar që ka dhonë kontribut të madhë, që mas shumë kohësh, mas shumë brezash ndoshta, me thonë, sigur në Prishtinë që thoi Nazmi Mustafa ka qenë kryetar shumë i mirë i Prishtinës, ai ndërkohë vitet 70 ka qenë kryetar. Është pak edhe aspekti karakterit edhe i qysh formohem na si njerëz. Kur ta nisi diçka duna mi përfundu, bile kom problem edhe me pjat, jo thë mos ma mushni shumë se nuk mos mi përfundu. I kom disa punë serioze në Gjakov pa i përfundu, edhe du me i përfundu. Dhe nuk janë veç punë praktike, ka edhe ma tepër. Amo, pse mandatin e tret 2 sena po t'i tregoj. E por është kur më ka pyet dikush të talë me mu, tha, çka buhet nëse nuk zgjedhesh, i thash ornaj magat. Edhe e dyta e ka Tony Blair një libër mbi leadershipin. Në anglisht më duket edhe është përkthy, edhe ai thot kështu. Thot, për me bëu transformim rrënjësor, 3 mandate janë optimale. 4 janë tamam.
Unë për ju garantoj që të katërtin nuk e kom në plan me lyp optimalen po. Mos thuj. Optimalen. Mos thuj se të majnë për fjallën. Jo, nuk besoj se... Se ka dhe tjerë që kanë thonë s'du me kandidu, tash po shtyjen në vetë. A disa zërë është për një politikanë si unë, që për një maj kom kalu kretë shkollat me deklaru në studio kështu. Se edhe nëse e kanë menën nuk deklarojnë. I ka trikat e vetë kjo deklarimi. Pse po më shti me folë, zotë Qini, sepse dorën zemër, Aleanca nuk është në gjendjen më të mirë. Dhe tani, nëse Aleanca nuk është në gjendjen më të mirë, pra nuk ka dalë mirë në zgjedhjet e fundit, natyrisht ju keni ambicje dhe si kryetar mundi me marrë edhe mandatin e katërt, por në nivel qendror mundi edhe mos me marrë një mandat për deputet. Kushdo që është në politikë ka ambicje, okej? Unë po mendoj që unë po shoh shumë larg, po unë po i doj në dy grupe njerëzit, ata që kanë ambicje edhe ide, edhe ata që kanë veç ambicje. Okej? Nuk bëj pjesë në grupin e njerëzve që kanë veç ambicje. Kur ju thash që mos mu zgjedh në magat, unë jam t'ju tregu diçka tjetër. Nuk o lehtë kur e merr detyrën, se kërkesat janë shumë të mëdha. Problemet e njerëzve janë shumë të mëdha, nuk mundesh me qenë i qetë, nuk është sikur me e marrë një detyrë administrative dhe në ora 4 e mshel zyrën edhe shkon shpejt, nuk është qashtu, është e zërshme. Unë nuk guxoj mu anku se më ka lypi vetë, nuk jam tu anku, amo që po du me thonë është punë serioze, është me të vërtetë punë serioze, edhe po du që të farë copën e Kosovës që e kom marrë, me bo absolutisht më të mirë, nuk jam të folë mua për Kosovë drejtën për ju të regoj. Normal që Gjakov është nër qytetet të mëdha, nër komunat të mëdha, nuk është më amadhja, amo po ju garantoj që nëse nisni me matë, çka do që matet, sikur që e masin perëndim, kam ju dalë the top of the top, për momentin, the top of the top, në kry, po tash po du me bo pak gara dhe me region. Me region? Po du me bo gara me region. Se Demek, maj mirë se Prizreni, maj mirë se Peja, maj mirë... Nuk jemi në gjithë çka më të mirë. Mirë, po bëhet një farë radhitje në çka matet. Po se aty janë disa tika që dush me po. Rrugë, ambient, qasja ujë, qasja në... Absolutisht, çfarë kvaliteti shëndetësi, shkollë, nxemje... Absolutisht, nëse i mat krejt, qysh i matin shembull ta marrim në Evropë që e bojnë rangimin, cilat janë qytetet më të mira për me jetu, e masin kualitetin e ajrit, mund me dalë dyta. Kualitetin e ujit absolutisht e para. Trafikun edhe rrugët absolutisht e para. Masleti, qarkullon në Gjakov. Nështë pse është e vogël. Numrin e qerdheve nuk ka vogël, jo. Numrin e qerdheve dhe numrin e fëmijëve që shkojnë në parashkollor më të madh në Kosovë, e tjera. Dhe nëse i matni qëto, kam ju dalë tepër interesant. Nëse i matni parqet, sa hektar parqe në zonë urbane, dali me para. Qëto maten, tashti normal që ka qytete që prinë në aspektet ndryshme tjera. Nuk mundet Prizreni prinë me turizm, ta mund puna, na dimat punë. Prishtina prinë me ekonomi, na dimat punë, nuk mund krahasu. Ama për shembull, në mënyrën më të çuditshme, eksportuesi më i madh, absolut më i madh në Kosovë, Gjakova. Po, edhe pse ekonomia totale... Njënës për kompanive kryesore. Nuk Devolli e ka pas Lions Share, më thonë për një kohë gjatë. Po sot janë diku edhe 7-8 kompani ose 10 që kretë prodhimin e kanë eksport, 100%, edhe nuk jemi të volë me eksportu gurit thyn. Jo, prodhime finale, fine. Për vetura, Për vetura, për rokaqiej, për ujsels, për shumë. E klasi pak për qëtë temë, për ekonominë edhe për Gjakovën, se po, është e vërtet për shkakun që ka ndodhur Gjakovë, dhe mendoj që kjo vjen pak, mund ta kem gabim, po kjo vjen pak edhe për shkak të traditës Gjakovës në industri. Absolutisht. Gjakova ka pas industri zhvilluar, ajo të krijon. Absolutisht. Po tash a mendon ti që edhe në të ardhmen Gjakova duhet më përqendru në industri? Ti si kryetar komune, a kishe edhe sektor tjetër të ekonomisë që kishin dashur më zhvilluar atë? Ajo që nuk kam rri me u kthy në Gjakov, ende, është agroindustria. Nuk thonë, industria drunit, sot procesimi i orendive, i dyrve, i drejtareve, krejt çka ka është 10 fish më i madh se në vitin 86 kur Gjakova ka pas pikun. 10 fish. Ekzistojnë 7-8 kompani që eksportojnë krejt botën, janë të jashtëzakonshme, edhe eksportojnë prodhime finale me të vërtet kualitetit më të lartë se përndryshe s'mujnë me eksportu.
Industria e metalit. Sot outputi i një ndërmarrje që punon me metal është sot 3 herë në vitin 86, vetëm një. Mos me i marë tjertë. Mos folim për tekstilin, që numrin e të punësumve nuk e ka, si e minduraku dikur, po outputi është shumë më i madh për shkak teknologjisë. Më thonë, industria metalit, industria drunit, industria elektronike, sot një ndërmarrje që duket e vogël e që s'është hiç, outputin e ka 3 herë më të madh se një ndërmarrje elektrike që ka ekzistuar dikur, që ta dijmë. Gjitha, përpos agroindustrisë, për shkak se agroindustria është sakatuar mas shumti, se ka pas bëj me tokë. Shamu ta morim Erniku ka qenë ndër gjigant më të mëdhej në ish Jugosllavia dhe Magjën. Ama nuk është puna që është shkatru vetëm fabrika. Janë shkatru vneshtat komplet, 2700 hektar vneshtat në shkull në vitet 90, prej shtetit atëhershëm. Plantazhet e mollave, plantazhet e vishnjeve, të lajthijave, janë shkatru primarja. Edhe për shkak pas luftës, o kon tepër zor me e kthyat primare se dikush duhet me investu, një privat duhet me investu, e tash është shkput lidhja, është shkatru primarja, është shkatru edhe fabrika. Kemi tash ndërmarrje që janë më të vogla, që punojnë në sensin agroindustrial, reçel, turshi edhe eksportojnë. Nuk kemi disa shumë të mira, po skalla që ka ekzistuar, do të thonë madhësia që ka ekzistuar nuk o kthy. Për mu kthy ajo që pyetet ti. Gjakova gjithmonë e ka pas industrinë, edhe mbi emrat e njerëzve që kanë prodhu diçka. Çarkaxhia dhe me sheku i kanë prodhu qarqe. Shembull, ta marrim veç një amor apo mbjeket që vi përmendni ashtu. Ka edhe mbi emrat njerëz që tregojnë çka kanë prodhu ata njerëz. Edhe industria po kthehet. Është edhe një nxitje se nxisin njëri tjetrin për me investu. Agroindustria duhet me u kthy për shkak se kemi një ndër zonat me tokën më të mirë. Faktikisht ka mundësi ende, ka shumë tokë në Gjakovë, e cila duhet mu kthy. Çka është tash problemi këtu? Problem për i thomë çështje nashta, po edhe problem. Është që krejt këto toka janë në menaxhim të AKP-s. Për shkak se në vitet 70-80 tokat e komunës janë dhuru Erenikut. Komuna atëhershme, ja ka dhuru tokat se ka qenë ndërmarrje një shtet komune, një pronor, një parti. Kur ka ndodhur transformimi, këtë kanë kaluar në menaxhim të AKP-s. Lutja ime për AKP-n është me bëu diçka me to. Më thonë sa më shpejt që të jetë mundshme, se toka është e mirë. Ujitjen e kemi më të mirë në Kosovë. Më thonë kompania regionale Radoniqi së dy janë Gjakova dhe Radoniqi, sistemin e ujitjes e kemi më të mirë. Më thonë tokat i kemi shumë të mira. Elevacioni është shumë i përshtatshëm, do nalësia mbidetare. Edhe duhet veç me i qel ventilat, thomën. Duhet me i qel ventilat e zhvillimit. Nëse provojmë mi majtë në pronësit shtetit, nuk ndodh për nerë, nuk ndodh. Po besoj që qytetarët tonë e kanë kuptu në kretë Kosovën që nuk bën. Nuk bën, duhet me qel ata ventilat. Edhe me kuptu pushtetet në Kosovë që nëse një biznesmen, një ndërmarrës, e investon kapitalin e vetë në një industri, ajo është e vetja. Pronë private është, amo operimi 80% është publik. Kërkush nuk fiton ma shumë se 20%, bile rrallë janë ata që fitojnë 20% në marsh. 80% shteti dhe punëtorët e marrin. Absolutisht e marrin punëtorët, energjia, repromateriali, ushqimi. Ma shumë se 80% operimit është publik edhe pse e ka bo privati. Ai mundet me mshel. Okej, mund me javnu qilësin, me mshel. Amo në momentin që e prek pullën me prodhu, 80% e operacioneve janë publike, 80% roniferit, devollit, tajnces, të violes, se po gaboj shumë po përmeni firma, publike janë. Jo me stani se vis faturën, jo se... Ju s'kan nevoj. Që shtoj thash, jo reklam që po, që shtoj thash... E ka shumë tjera, jom të ju hinë hak tjera, veç jo tjera zakonishme. Kam respekt për krejt bizneset. Fantastik janë. Edhe po vjen mirë që po i përmen me emra, me ditë që janë të ba punë të mira. Jënë fantastik. Fakti që përmenen në një emision të tillë për i kryetarit, kompanitë të cilat po dhonë kontribut për Gjakovën, për popullatën, për vete. Dhe qarës kompa ju thonë, kretë kompanive tjera. Mi përmen për kesër. E din që i du edhe ju ringat. Ka me 10 kompani, se po gaboj që po i përmeni disa, se me të vërtet janë fantastike, unë e di cilat janë kompani, cilat janë foni. I që dojnë me bona i sa në vogël. O jo, janë prodhus,
prodhus, thash edhe njëherë, prej reqelit e turshive deri te materialet që shiten në Australi, që hinë në përpunë në për satelita. Për njerë që to jonë, po mas zgjedhjeve kom ju bëhen reklam me qëllim vetë. Kom me dalë me ju bëhen reklam. Pa pare, veç me tregu që nuk mundet me u zhvillu as komuna, as shteti. Nuk ka gjasa me u zhvillu nëse biznesi privat nuk zhvilluat. Kur farë gjasa heq. Për ekonomin visar, temat e ti, unë kësha dash me u këthy në Gjakovë. Okay. Në Gjakovën kulturore, në Gjakovën e muzikës, në Gjakovën e traditës, të rakis, të qefit. Qysh është Gjakova, sepse Gjakovën, njerëz që nuk e njohin, që nuk shkojnë Gjakovë, e kujtojnë Gjakovën e Ismet Pejës, Gjakovën e vitëve më hershme. A shtërujt ai shpirti kulturor, trashëgimia e Gjakovës në krejt këtë zhvillim që pëndodh, sepse dhe në Gjakovë ka ndërtime të larta, ka trysni të bizneseve për investime, ndërkohë ju jeni të obligum edhe si kryetar, po edhe si krejt qytetarët, me rujt atë pjesë, atë shpirt të Gjakovës e këtyne hershmit. A keni rujt këto, apo e keni kultivu, apo është në shkatrem? Në qfarë është rrit. Një prej kundër kandidatëve një farë ditë më tha, kom i bo një festival 3 ditë pa unale në Gjakovë, merë të keq me i thonë, tipo do i kemi shkurtu e vla, se na kem pas një muj, pa një alë heq. Pra jo një muj ditë kënani? Ma shumë, kënohet krejt kohën, në Gjakovë është kënu gjithmonë edhe kënohet, po qka janë risit tash. Normal që muzika qytetare e Gjakovës, na as vetë nuk e dim që shëndrohen generatat e gjithmonë dalin yje. Në me thonë, prej qamilit vogël të Ismet Peja, prej Ismetit të Dzeni, prej Dzenit të Edi e shumë tjere, të do djem të ri që kënojnë, vetë u përtrihen generatat, edhe gjithmonë ka yje. Kështu që nuk e kemi atë problem kur me ndodhë, çka me ndodhë, veç me ra bomba atomike, se në Gjakovë kanë me kënu. Nuk kanë munal kur, është kulturë. Në fakt, në muzikë qytetare kanë 4-5 vende në krejt botën shqiptare, distinkt është që dallohet. Ka Shkodra, është muzika shkodrane, është muzika gjakovare, muzika korçare, muzika Shqipnisë mesme që është muzika e Tiranës e Elbasanit, dhe s'ka mo, distinkte, të nëknojnë, po që dojnë dallushme, si ta min të kënu, edhin e ku jo konga. Nuk e kemi atë dilemë, edhe pa bo kur gjohën Gjakovartë din me kënu. Amo që ka ndodhë është me e rrit pak me që një nivel tjetër. Për shembull, për ju të regoj, nuk e kom bo unë, po unë e kom nëzit. E kemi orkestrën simfonike të Gjakovës, po ju të regoj që i ka ngrit vetullat në këtë Kosovën. Kush do që ka ardhë me po koncertin e vitit të ri? Kanë met pa men, për shkak se po besoj që nëse ja hek pjesën e instrumentistëve të Gjakovës, Filharmonisë Kosovës, kanë me met me do kore. Po ju të regoj, nuk po të prej. Ka shumë muzikanta dhe këtu, po na i marrin të Gjakovës. Mirë pa ta kthehen edhe bojnë koncertin në orkestrë. Është udhëheci dhe dirigentin ideal i jashtëzakonshëm, që ka qatë shumë entuziazëm, so herë me shumë pak pare, herë pa pare, bojnë koncert fantastik edhe jo vetëm një herë. Gjakova tash e ka bandën frymore, që është para dhe vetëm janë Kosovë. Këtë Kosova e ka pa për 25 vjetor çlirimit për herë të parë të performu rrugëve qytetit me uniforma me krejt. Ka ndodhur edhe këto. Ka shumë çka ka ndodhur. Ndodhin festivale, ditë të shqiptarit ka qenë një organizim me të vërtetë i jashtëzakonshëm. Edhe Pllumi e ka bu orkestrën, po ka qenë një nxitje e vogël. Bandën frymore njëjtë, po edhe ditë të shqiptarit e kanë bërë disa bashkëqytetarë tonë, entuziast, të jashtëzakonshëm. Edhe dikur më thënë se ki bo timra, unë nuk di me i ra violinës. Mu imi bo. Unë mu bo veç donatori maj madhe, i me lë shumë kret hapsinat, me lë shumë sheshet, edhe me i nëzit me bo dhe ma shumë herën tjetër. Më thonë, ka ndodhë shumë qka edhe në aspektin kulturor në Gjakovë. Tashe, jemi në fushatë dhe s'po kom qare pa folë, se është gabim. Galeria Arteve është kriju qëtash. Më thonë, këtë reja është edhe është ma madhe janë Kosovë, përja ashtu Galeri Nacionale, nuk ka matë madhe. Teatrin, sallën e teatrit e kemi matë madhe, nuk e kom bo unë, po teatri maj madhe në Kosovë. Trupa teatrit është fantastike, edhe udhëheqja, edhe aktorët, kanë mas shumë të shfaqe në Kosovë, nuk qa më thonë tjetër. Shumë qka ka ndodhë, edhe jeta kulturore në Gjakovë, thash edhe njëherë, unë i jap do nëzitje.
po është e pandalshme, se komuniteti është qasisoj, njerëzit janë njerëz që e dojnë e të pjesa e qytetit vjetër, të rrujtja pa tjetër. Qyteti vjetër është i konzervum, tash e kem krye dhe rrugën kryesore ka përfundu, është veç në finalizimet e fundit, restrukturim total, praktikisht ka ndodhur. Unë kam dyqeshtë para se... Qyteti vjetër i Gjakovës, ose qarshia vjetër, se qyteti vjetër është ma shumë se qarshia. Qarshia vjetër i Gjakovës është ma madhja në Ballkan, pak njerëz e di, është ma madhe se Sarajeve, se Shkupit, se ma madhja është. Edhe është rrujt. Kam edhe dy çështje unë, sepse i kemi kalu 20 minuta shumë shpejt. Gjakova, Malësia e Gjakovës quhet edhe një pjesë e veriut të Shqipërisë. Pjesa e Tropojës, pjesa e Hasit, deri te Kruma atje. Prej që thuj se jemi bashkë, Kosovë, Shqipëri, jemi bashkë në kuptimin e komunikimit, të tregtisë, të endjes me njëri tjetrin, të ribashkimit të familjeve, sepse për 50 vjet kanë qenë të ndara familjet e Malësisë së Gjakovës, ka pas familjar në Gjakovë, familjar anej. Si ka ndiku që ky dimension në Gjakovë dhe me pjesën tjetër të Shqipërisë? Cili është komunikimi tash mes Gjakovës, Tropojës, Hasit të Shqipërisë? A mu i me thonë që tashma veç është ribashku Malësia e Gjakovës, apo ende kemi ndeshje mes veti? Ajo që ka ndodhë mas qlirimit, mas 99-ës, është diçka fantastike edhe për Gjakovën edhe për Malësinë e Gjakovës. Dy drejtimet. Malësia e Gjakovës, Tropoja Bramsuri, një pjesë Hasit që është Kruma, që 26 kilometra prej qytetit, është qaq afër është. Kanë qenë pothuajse izolume, edhe për shkak të infrastrukturës në kohët komunizmit në Shqipëri. Kanë qenë regionet izolume total. Ata me shekuj e kanë pas qendër gravitimi Gjakovën, edhe për tregti, edhe për biznes, edhe për gjithçka. Edhe kjo është kthy tash. Është kthy. Tash ç'a ndodh përpos kthimit të si qendër gravitimi, edhe për atë pjesë e Gjakovës, është edhe lidhja që e përmendeve. Është e vërtetë që rastet tipike në motrat ose vëllezërit nuk janë pa mes veti 50 vjet. Nuk janë nda dhe nuk janë taku mu. Është tepër emocionale edhe në këtë aspekt. Ama është diçka tjetër tash që Gjakova i ofron pothuajse të gjitha shërbimet. Po pra. Për banorët e zonës. Shëndetësore, arsimore. Absolutisht gjitha, edhe trajtimi është i njëjtë sikur me qenë qytetarët Kosovës. Pra, nga ajo pjesë vinë spitalin e Gjakovës. Absolutisht. Në konvikt Gjakovës, në spital Gjakovës. Njëjtë barabarë si që tjerë. Sikur tjertë. Është normale, nuk ka ma që më mburë me këtë punë, se e kanë bo edhe para me, edhe kryetarë tjere kanë bo. Nuk ka diçka që unë duna me mburë, se është normale, është diçka e natyrshme. Unë e kam edhe 3 projektet me të cilat mburrësh se i ke kry, dhe 3 projektet që pritet me i kry dhe ti me konsideru kapitullin tënë qeverisës në Gjakovë të përmbyllur. Jam të mendu, ama efektin më të madh, projekte më të kushtueshme ka pas, po efektin më të madh deri tash në Gjakovë e ka pas Krena, për shkak se e ka ndru Lumi Krena. E ka ndru edhe mindsetin, edhe qasjen e njerëzve. Ka qenë kanal fekal, sot është shëditore. Kemi edhe pak punë, pjesën e poshtë me deri në derdhjen e Ernik, si vjetë e nisin, pastaj shumë shpejt. Mirë po koncepti o dhonë o kry. E dyta kisha mujt me qujt stadiumin. Ambicet kanë qenë shumë të vogla, kanë qenë për një stadium me 5.000 ulse, kategori mesatare, 3 ose 2. Unë kom insistu me pas të madh, me pas kategori 4, edhe besoj që efektet... Sa ulse? 14.000 ulse. Besoj që efektet kanë me qenë shumë afat gjata. Për shkak se një ndeshje ndërkombëtare e Kosovës në Gjakovë e nxjerr në hartë edhe ndryshe, nuk ka halli veç i egos, është halli edhe i ndërkombëtarizimit. Muj me thonë që hyrje daljet e qytetit e kanë dhënë një shije krejt tjetër, nëse hyn prej pejes në Gjakovë sot për njerët krijohet përshtypja që është diçka krejt tjetër, edhe është.
ose prej Prizren, ose prej Rekës Keqe, që ka qenë goxha problem. Qendra e qytetit ka ndru, për shijen tem është ndër qendrat më të bukura në Kosovë, ka qenë si gabarit, si dimenzion, po jo si punë fine. Kom kopju, diçka kom kopju prej Londrës, diçka prej Washingtonit, edhe kur kom punu me arkitektë dhe me inxhinier, ju kom lyp specifikisht me adhon shijen asisoj. Shijen tonë. Qa kom po jashtëm, se nuk i kom zhelë sytë me menu, po e kom po dhe më ka pëlqy. Drojt që janë mjelljon specifik, bim që janë mjelljon specifike. Ka shumë qka. Ajo që menoj që ka me ndodhë vitet tjera, ujësjelësin e përfshatra është projekt gjigant. Ka ndodhë. Në vitet që vinë, si kapituit të mëvaj të investimeve, janë 3 lumejtë dhe liqene, që është koncepti veçantë, jo veç në Kosovë dhe ma gjënë. Na nuk e kem Danubin, amo për qyteteve tjera është kreti veçantë. Ne kem 3 lumejtë në zonë urbane, Krenen, Lukacin edhe Erenikun, cilë kanë mu lidh me një liqe akumulus, natural po akumulus. Këtë koncepti veçantë, jemi të punu, në thunë diku 60% e punëve në kry nëse i marim të 3 bashkë. Është kanalizimet në përfshatra, e thash, trajtimi ujnave të zeza. Është investimi maj madhë që e ka bu komuna ndonjëherë, edhe ka me ndodhë në 4 vitshin që vjen, duhet me e kry. Edhe kër e kryim edhe ato, po ju betohem që Gjakova ka me qenë komuna e vetme në Balkan, jo në Kosovë, në Balkan, që i ka çdo shtëpi me ujtë pijes, qytet edhe në fshat, edhe që i ka këtë ujnat e zeza trajtume. Edhe ka mi kry, nuk e lo, pa e kry. Treta, që ka me ndiku drejt për drejt, tash se jemi të jaqit kulmin, si me thonë, të e përfundu konceptin, është trafiku urban dhe mobiliteti. Ne kemi planin, kemi planifiku së autobus në vyjnë, ka kanë me qarkullu në kretë komunën, edhe fundit është qyteti i menqur, si kapitull, në cilën prej 2019 kemi nis me qitë hapin. Mirë po tash përfundon edhe për qytetarët me tregu detajnë ma të voglin, se është goxha e madhe edhe jemi të punu me shumë ekspert që në Gjakovar, që në më të mirë në botë, në region po që po, për IT edhe ICT. Për shembull, nëse i kem autobusat urban, se cili njerin në smartphone ka me ditë sikur me Uber kur i vjen autobusi, nuk ka nevoj me priti gjysore. Ma nëse si keni ble autobusat, mësi bleni me djegje po me energji. është bo kalkulimi edhe për sepse mas 3 vjetëve pa aki dush mi ndru. është bo kalkulimi edhe për to, pa tjetër. Edhe fundit është zgjerimi. Zgjerimi që vjen drejt stacionit Hekurudhës, që si fizibilitet ka marrë fund. E kem kry atë punë, mund mu vonu, po me ndru mo jo. Edhe qyteti i ri Gjakova Re që këtë fronti i punës kalon në zgjerim, veç ka një, se shihet me sy. Këto janë ato që ka presin komunën e Gjakovës në 4 vitet që vinë, për pos shumë detajeve tjera, shumë detaje tjera. Jo, veçdashta se e përmendi pak Ardiani për miqtot është me shtru si pyetje se kom pa dhe ky raport i gapit që keni pas zotim pishinën edhe atletikën, në fushën atletikës. Pra e tenisit i shkryme, sa e pash, për këtu si pas gapit s'ka në jo, nuk kanë. A lidhe kja bo si kompleks sportiv me stadiumin, apo jo ndamas? Jo ndamas. Terrenin atletikës si koncept e kemi një zgogja moti. Kom pas takim edhe me Federatën e Futbollit të Kosovës me e bo një kombinim që me u përdor edhe për futbol. Na me i kry shtigjet, ata me i kry fushën edhe zdeshtore. E kemi një memorandum, duhet me ecë. Te terrenet, te pishina, duhet me ditë që çështja e lojnave mesdhetare ka ndodhur pak ma vonë, edhe na kem pas takime me Ministrin e Kulturës së Nisë dhe Sportit edhe me kryetarë tjerë. Insistimi im ka qenë që nëse ndahen zonat, Gjakova me pas pjesën e notit, se e ka, e natyrshme është. Më thonë, nëse si alypim 5 gjudën, më thonë, na i kem kërcimet për jurës frejte. Edhe një farë dakordimi fillestare kemi pas. Kjo është arsyeja pse s'kem shku matutje në me pishin. Edhe po besoj që ka me ndodhë, mirë po mundet me ndodhë shumë lehtë nëse qeveria Kosovës e ka për një ma me i majt lojnat olimpike mesdhetare, edhe pse e kom një ndjenë që jemi pak vonë. Këto janë, te këto dyja. Zoti Gjini, ke knaci që folëm, ka shku koha shumë shpejt, të urej sukses, të urej shnet, edhe uroj që qytetarët e Gjakovës
Me zgjedh ato që mendojnë që është ma i miri, pa anu, nëse ata mendojnë që duhet me ta dhonë edhe një mandat, uroj që t'jetë ashtu. Ata kanë me vendosë. Nëse vendosin ndryshe, inshallah s'bajnë pishman, po si do qoftë për neve është tek kënaqësi. Me që shihemi me mysafirin tjetër, mirupafshim.